Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, Allah i dashur Esmerald. Falenderojmë Allahun xhalla xhelalu. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut, mbi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Po vazhdojmë me lejen e Allahut azza wa xal tek mësimet e zgjatimeve. Siç kemi thënë, mësimet e zgjatimeve janë prej mësimeve të rëndësishme në shkencën e tajvidit, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar kur të lexojmë Kur'an të respektojmë zgjatimet. Sot me lejen e Allahut azza wa xal po vazhdojmë një kategori tjetër tek zgjatimet. E kemi zgjatimin al-mad al-muttasil, që quhet al-mad al-muttasil apo zgjatimi lidhës. Pse quhet kështu do ta kuptojmë tash në praktik. Te ky zgjatim vjen një germ e medit e pas ti, do të pas kësaj germës të medit pa marrë parasysh a është tash elif, a është waw, a është je, vjen një hemze. Dhe ajo që është e rëndësishme të dihet se vjen në të njëjtën fjalë. Prandaj edhe quhet, do të thonë, medi apo zgjatimi që është muttasil, që është i lidhur, sepse hemzeja është në fjalë brenda dhe bashk është, do të thonë, është bashk me medin apo me zgjatimin. Këtu te ky med e kemi një shembull nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, transmetimin të cilin e kemi përmend faktikisht kur kemi treguar për vlerën apo rëndësinë e respektimit të zgjatimeve, ndërsa shembulli konkret të cilin e ka korrigjuar Abdullah ibn Mas'udi ka qenë ky med, ka qenë ky zgjatim med muttasil. Po e përsërisim këtë transmetim nga Abdullah ibn Mas'udi, i cili një herë ndëgjonte një person i cili lexonte innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin, kështu në këtë formë duke e lexuar shpejt, duke mos respektu meddin apo zgjatimin. Në këtë rast ishte med muttasil të fjala fuqara. Abdullah ibn Mas'udi i tha, nuk ma ka lexuar kështu i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai e pyeti, tha, çyshta ka lexuar ty i dërguari i Allahut, ja Abu Abdurrahman? Tha, o Abu Abdurrahman, kështu ka qenë kunja e tij. Tha, ma ka lexuar në këtë formë, innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. Do të thonë, këtu duhet mos të bëhet një zgjatim, do të thonë i dy fisht. Fuqara kur vjen, do të thonë hemzeja pas medit, këtu do të thonë duhet të bëhet një zgjatim. Zgjatimi duhet të bëhet dy fish më shumë. Do të thonë jo sikur në bazë që është 2 herë, por se të bëhet 4 lëvizje apo 5 lëvizje sipas transmetimit të Shatibiut. Ndërsa tek transmetimi Tayyibetun Nashr, ai është një transmetim tjetër që është do të thonë zgjatimi bëhet 4, 5 apo 6 lëvizje. Këtu do t'i përmendim tash disa shembuj me lejen e Allahut azza wa xal. Këtu es-sema'u. Es-sema'u. Siç po shef këtu ka ardhur, më thonë këtu është germa e medit që është elif, pastaj ka ardhur në të njëjtën fjalë ka ardhur hemzeja. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur vjen kështu, atëherë quhet med muttasil, do thonë medi lidhës. Sepse, do thonë hemza ka ardhur në të njëjtën fjalë me këtë germën e zgjatimit. Dhe zgjatimi duhet bëhet edhe një herë po përmendi, do thonë 2 fisht nga ajo që është natyrale, do thonë duhet të bëhet 4 zgjatime apo 5 zgjatime. Shembulli tjetër, wa jaa rabbuka. وجاء ربك وجاء ربك وجاء ربك سوء أعمالهم. Shiko këtu, vetëm që të kuptoni edhe jo më mirë. Pas germës së zgjatimit, që është këtu waw, ka ardhur hemze, që neve na mëson ta zgjasim. Siç e kemi përmend, do të thonë 4 lëvizje apo 5 lëvizje. Su'u a'malihim. سوء أعمالهم يشاء أن تبوء Këtu është me rëndësi të përmendet edhe një herë, do thonë që të kuptoni mirë vëllezër dhe motra të nderuara, po e shihni në fund para hemzës, do thonë në të njëjtën fjalë ka ardhur medi, germa e medit, e zgjatimit që është waw në këtë rast, pastaj ka ardhur hemzja, prandaj do të thonë quhet med muttasil. Apo me je,
kemi një shembull tjetër me ja, do të thonë me gjermën tjetër të medit që është ja, waji'a yawma idhin bi jahannam, waji'a yawma idhin, waji'a yawma idhin, يومئذ وجيء waji'a yawma idhin. وجيء يومئذ Mirë. Si'a bihim سيء بهم liqa'ana لقاءنا وجاء ربك وجاء ربك. Po, siç e kuptuat vëllezër dhe motrat të nderuara, një germ e meddit kur vjen dhe pas saj vjen një hemze në të njëjtën fjalë. Kjo quhet meddi apo zgjatimi muttasil, lidhës. Dhe zgjatja duhet të bëhet 4 apo 5. Në transmetimin tjetër të tajjibet të nesër që përmenda është 4, 5 apo 6, përse ju fokusoni tek transmetimi i Shatibiut që është 4 apo 5, për malet për juve merrni si rregull të bëni dyfishin e naturalit, domethënë 4 lëvizje. Që të themi prandaj innamas sadaqatu lil fuqara'i. Lil fuqara'i. Në 4 lëvizje. Ishte medi lidhës, ju këshilloj edhe një herë që shembujt ti përsëritni edhe ju shikues të nderuar në mënyrë që të përfitoni sa më shumë. Këto janë vetëm disa shembuj mostër nga Kurani famullar, natyrisht se ka dhe shumë shembuj tjerë që kur ti lexoni ju kujtohet ky rregull që quhet ky zgjatim med muttasil apo medi lidhës. Sepse që thash hemzja gjendet në të njëjtën fjalë pas germës së medit. Qoftë elif apo waw apo ja. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.